Ky shërbim i ri ka zgjeruar aktivitetin e këtij salloni pa një aplikimi i cili është bërë në Bashkinë e Moskovetit në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Duke se rilindja ka përdorur grandet e Bashkimit Evropian aty ku Shqipëria kishte më shumë nevojë që kandidatja e Partisë Socialiste Zegjina Caushaj të bëjthonjtë. Zegjina Caushi, kandidatja e Partisë Socialiste në Fier nunguroi të theksoi këtë sukses me entuziazëm. Në pritje të integrimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka vendosur të paraqitet duke u rimëkëmbur në thojt e gishtrimeve të Zegjinës. Zegjinea njihet si një nga kandidatët më humoriste në Partinë Socialiste, e cila me sensin e hollë të humorit bën të qeshë me lot ka të shoqjet e saj. Edhe shpërtheu gazi. Ose prisni mendjen se tani do përfitoj një gjë nga kjo, do bëhem shumë e famshme. Ose prisni mendjen, po thjesht në 11 maj votoni numrin 5 Partinë Socialiste, votoni Zegjine Caushi. Te lini gazin të merret për kënetën e vet se ku do shkoj.